Qytetarët e Vlorës, ashtu si të gjithë shqiptarët, paguajnë çdo vit tarifën për televizionin publik shqiptar me pritshmërinë që ky institucion t'u ofrojë një shërbim publik cilësor dhe të aksesueshëm për të gjithë. Megjithatë, prej vitesh një problem i përsëritur vazhdon të ngjall pa kënaqësi tek abonentët, veçanërisht kur bëhet fjalë për transmetimet sportive me interes të lartë publik. Me afrimin e kampionatit botror të futbollit, rikthehet edhe debati mbi mundësinë reale që qytetarët të ndjekin ndeshjet përmes platformës së RTS-s. Në teori, të drejtat televizive të siguruara nga televizioni publik duhet të garantojnë që publiku shqiptar të ketë akses falas në ngjarjet më të rëndësishme sportive. Në praktik, situata rezulton krejt ndryshe për mira qytetar. Edhe në Vlorë, shumë familje ankohen se nuk arrin të ndjekin transmetimet sportive që teorikisht u takojnë si taksa pagues. E njëjta situatë është hasur edhe në kampionatin shqiptar të futbollit, ku tifozët e Flamurtarit apo të skuadrave të tjera kanë mbetur shpesh pa mundësinë për të parë ndeshjet e ekipit të zemrës. Problemet e ngjashme janë evidentuar edhe gjatë transmetimit të ndeshjeve të kombëtares shqiptare. Shumë qytetarë kanë zgjedhur të abonohen në paketa të ndryshme televizive private, duke paguar çdo muaj për shërbimin. Por kur transmetimet sportive kalojnë ekskluzivisht në kanalet e RTS-s, ata përballen me paradoksin që nuk mund t'i ndjekin ndeshjet, pasi kanalet përkatëse shpesh nuk janë të aksesueshme ose sinjali rezulton të jetë problematik. Në këtë mënyrë qytetarët detyrohen të kërkojnë alternativa të tjera, pavarësisht se kanë paguar si tarifën e televizionit publik, ashtu edhe abonimet private. Por paketat e ndryshme kombinohen në mënyrën më tinzare që qytetarët të mos blejnë një paketë, por 2 paketa. Kjo situatë shihet nga shumë konsumatorë si e padrejtë. Nëse qytetarët financojnë radio-televizionin shqiptar përmes tarifave që paguajnë, atëherë duhet të kenë mundësi reale për të përfituar nga programacioni dhe transmetimet që ky institucion siguron. Madje është vetë televizioni shqiptar i cili duhet hyjë në negociata me paketat apo kompanitë e tjera që ofrojnë shërbimin e televizorit. Për më tepër, bëhet fjalë për ngjarje sportive me interes kombëtar, të cilat në shumë vende të botës konsiderohen pjesë e shërbimit publik dhe transmetohen në mënyrë të aksesueshme për të gjithë qytetarët falas. Ankesat lidhen jo vetëm me aksesin, por edhe me cilësinë e sinjalit. Në raste të shumta, qytetarët raportojnë probleme me transmetimin e RTS-s, ndërprerje të sinjalit ose cilësi jo të kënaqshme të figurës, pikërisht gjatë eventeve më të ndjekura sportive. Kjo ka krijuar pakënaqësi të vazhdueshme dhe ka ngritur pikpyetje mbi eficiencën e investimeve që kryen në transmetimet publike. Ndërkohë, shumë qytetarë shprehen se tregu televiziv po i shtyn drejt pagesave të shumë fishta. Ata paguajnë tarifën e radio-televizionit shqiptar, abonohen në një platformë televizive private dhe në disa raste detyrohen të marrin edhe shërbime shtesë për të mos humbur ngjarjet sportive më të rëndësishme. Sipas tyre, kjo krijon një barrë ekonomike të panevojshme që bie ndesh me vetë misionin e transmetimit publik. Në prag të kompeticioneve të mëdha ndërkombëtare, qytetarët kërkojnë zgjidhje konkrete dhe garanci se do të mund të ndjekin pa pagesë kampionatin botror, ndeshjet e kombëtare së futbollit dhe aktivitetet e tjera sportive me interes publik. Ata kërkojnë që radio-televizioni shqiptar të ofrojë një shërbim të denjë për kontributin që marrin nga taksa paguesit shqiptar dhe të sigurojë që askush të mos mbetet i përjashtuar nga transmetimet që teorikisht i përkasin të gjithëve. Debati mbetet i hapur. Apo marrin qytetarët shqiptar shërbimin për të cilin paguajnë, apo televizioni publik vazhdon të mbetet një detyrim financiar që jo gjithmonë kthehet në përfitim real për publikun.